Shqipëria luan sonde një prej ndeshjeve më të rëndësishme të historisë së saj të kualifikuesve në Kupën e Botës. Gjysmëfinale e play-off ndaj Polonisë në Varshavë është një ndeshje teke, e cila nëse kalohet me sukses do të na çonte në finale. Gjithashtu në një ndeshje të vetme pas disa ditësh me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi për të luajtur kështu shanset e realizimit të ëndrrës për kualifikim në Kupën e Botës. Një ëndër që e ka lënë pa gjumë trajnerin Silvinjo prej muajsh, sikurse ai u kujdes vetë e evidentonte në konferencën e fundit për shtyp nga Varshava. Già 2 mesi che non dormo. Questa è una squadra che è molto abituata a fare europeu. Polonia është një skuadër që shfrytëzon shumë tranzicionin me lojtarë të shpejtë që mbajnë topin dhe pastaj e punojnë mirë. E vërtet, nuk janë një skuadër që ka karakteristikë mbajtjen e topit, por në kundërshtim të vret. Ka shumë lojtarë të mirë. Urban ka bërë 5 ndeshje si trajner, shihet skuadra shumë më organizuar si në aspektin ofensiv ashtu dhe në atë të mbrojtjes, por edhe ne jemi rritur shumë. Kemi lojtarë që mund të luajnë si sulmues krau edhe në qendër. Jam mirë, nuk fle prej kohësh, por jam mirë. Kjo është puna e kombëtares. Ndërsa kapiten Gjimshiti, si gjithmonë shmang euforin, premton luftë sportive, por thot se shanset në fushë janë 50-50. Unë besoj që shanset kur ti hysh në fushë janë gjithmonë 50-50, kështu që unë jam gjithmonë ai tip që hy në fushë gjithmonë përfitore, kështu që besoj edhe gjithë kombëtarja. Rrisia besoj që ka qenë e mirë dhe e madhe, besoj që kemi marrë shumë eksperiencë në ndeshjet e fundit të kohët e fundit dhe besoj do na ndihmojë edhe me qenë pothuajse perfekte për me fitu kundër një kombëtare si që është Polonia. Në seancën e fundit stërvitore të zhvilluar në stadiumin e ndeshjes në Varshavë nuk pati surpriza negative për kuqezit. Alarmi i një shqetësimi fizik për Hysajn ka kaluar shpejt dhe mbrojtësi i Lazios do të jetë gati. Silvinjo vendosi të çojë në tribunë Azmi Gripshin, Yasir Hasan dhe Klisman Cakan, ndërsa sa i takon formacionit nuk do të ketë shumë ndryshime me kualifikueset. Nisur nga mungesat e Mana dhe Dakut të sulm, do të jenë me Gjas, Hoxha, Uzuni dhe Bajrami në këtë repart, ndërsa në mesfush ka balotazh midis Yazim Laçi dhe Ylber Ramadanit. Në mbrojtje Ajeti e avantazhuar përpara Ismailit për pozicionin në krah të Gjimshitit. Ndeshja do të gjykohet nga anglezi Anthony Taylor.